Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro ishte në Universitetin Luish Gurakuqi në nisje të vitit të ri akademik. Në intervistën e dhënë për mediat, Kumbaro tha se janë rreth 20.000 studentë në të gjithë Shqipërinë që ulen për herë të parë në auditore. Është një datë shumë e rëndësishme, sidomos për studentët të cilët fillojnë rrugtimin e tyre në jetën universitare. Ende vazhdojnë regjistrimet, por deri dje kemi një numër shumë të kënaqshëm, rreth 20.000 studentë, diçka më pak, por rreth 20.000 studentë janë regjistruar për herë të parë në të gjitha universitetet shqiptare. Regjistrimet vazhdojnë, kështu që deri në fund të raundit të tretë besoj do të kemi edhe një numër më të madh. Jemi këtu sot për t'i uruar prej Shkodrës gjithë Shqipërisë, prindërve, pedagogëve, studentëve, një rrugtim të mbar akademik. Edhe është një vit shumë i rëndësishëm sepse vazhdojmë të kemi një mbështetje dhe më të fuqishme për botën universitare, sidomos për kërkimin shkencor, ku janë rritur edhe fondet publike në mbështetje të kërkimit shkencor. Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor ka 2 fishuar, 3 fishuar dhe 5 fishuar fondet, të cilat janë të hapura për aplikime, qoftë për doktorantë të rinj, qoftë për projekte të tjera kërkimore shkencore, qoftë për investime në laboratore apo në logjistikën e nevojshme, ajo që quhet infrastruktura e kërkimit shkencor. Nga ana tjetër, siç e thash dhe në fjalën time, padyshim është e rëndësishme që universitetet shqiptare për të qenë konkurruese dhe për të qenë afatgjata për këto vitet që kemi përpara, ku është pjesa më e rëndësishme e integrimit evropian, me të 2 kapitujt për arsimi, kapitulli 25 dhe kapitulli 27, të cilat pothuajse jemi në mbyllje të procesit negociatave, kërkojnë një angazhim, por edhe një profilizim më të theksuar të universiteteve, të cilat të ecin paralel me tregun e punës, me nevojat, me cilat teknologjia dhe bota e inteligjencës artificiale na bën të ecim, jo të ecim, por më saktë të themi të vrapojmë. Në Universitetin e Shkodrës janë regjistruar këtë fillim viti rreth 870 studentë, shifër e cila ashtuese e njëjtë me vitet e shkuara. Kumbaro tha se do të rishikojë ligjin e ri të arsimit për ta përmirësuar kuadrin ligjor në përputhje edhe me rekomandimet e kapitujve të hapur për arsimin nga BE.